Bima që po falimenton farmacit, ja problemet që trajton hithra. Hithrat janë një bimë të cilat rritën kudo dhe njihen për vetitë e tyre kuruese. Në mjekësinë popullore njihen si mbretëresha e bimëve mjekëshore. Hithrat janë një burim i mirë i proteinave, vitaminës A, B, C, kalcium, magnez, kalium dhe zink. Ndërshekuj, hithrat janë përdorur kundër problemeve të ndryshme të artritit dhe problemeve të lëkurës, të cilat i qetësojnë deri në 85% e dhimbjet. Gjithashtu, hithrat kanë veti të cilat luftojnë alergjinë dhe ndihmojnë në kundërluhatjeve të sheqerit. Përfshirja e hithrës në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer kundër gurëve në veshkat, tensionit të lartë të gjakut dhe problemeve respiratore. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve gastrointestinale, si dhe mbron shëndetin e tiroides. Por kjo bimë ka zënë vend edhe në kozmetik dhe në forcimin e flokut. Larja e flokut tuaj me ujin e hithrës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për rritjen e tij.